Pse është keq? Çdo kush praktikon atë fe që ndihet rehat. Çdo njeri praktikon atë fe që do. La ikrahe fi din. Nuk ka imponim, nuk ka dhunë fe. Allahu i lartësuar i kalon njerëzit të lirë në këtë dynja të zgjedhin çfarë besimi të duan. Normal Zoti i gjithësisë e ka treguar rrugën e drejtë. E ka treguar atë që ta mundëson të jetosh i lumtur dhe ta fitosh xhenetin. Më pas njerëzit janë të lirë të zgjedhin atë që duan ata. Ndërsa për sa i përket videos ku unë kam thënë pra që fëmia i muslimani nuk bën që të bëj lutjet e një feje tjetër, kjo sepse ata kanë fenë e tyre, ne kemi fenë tonë. Ata kanë fenë e tyre dhe ti nuk mund të më imponosh bindjen apo fenë tënde. Në rregull? Pra, secili ka fenë e tij dhe nuk ke pse imponon fenë e tjetrit fëmijëve të dikujt që s'janë të fesë tënde. Madje ta shtoj edhe diçka, më kujtohet kur kam qenë në medresën e Tiranës, kemi pas një djalë i cili ishte pra katolik. Dhe askush nuk e impononte atë që të vinte të falej me ne. Ka fenë e tij. Lekum dinu kum waliya din. Ju keni fenë tuaj, unë kam fenë time.